Jena të gjiruni ilahi edhe më kujtu gjatë gjirimeve rasti i Musës a.s. me Faraunin. Faraunin me pushtetin e tij ka pasurnu që çdo fushnjë që lind moshkull me ekzekutu me mbyt me njëherë, sepse e ka po nëndër që dikush prej meshkujve të arshëm që do të lind, do t'ja marrë pushtetin atij. Nana e Musës a.s. kur të lind Musa, detyrohet me hedh Musën në ujë. Edhe leje që detyrohet me hedh në ujë, po ajo edhe friksohet shumë që edhe gjatë hedhjes në ujë mos rastësisht ai po çon edhe po e vren pallati, rojet e pallatit të Faraunit, sepse ai e kishte shtëpinë, pallatin e tij afër ujit, afër lumit. Musa a.s. në ujë, duke ecë nëpër lum, vrehet nga gruaja e Faraunit. Edhe ajo gëzohet shumë kur ta sheh fushnjën, Musën a.s. e merr edhe e fut në pallatin e vet. Faraoni në mbrëmje ai fillon me çojt shumë Musa a.s. si fushnjë, si beb. Faraoni detyrohet me dalë edhe me lyp me kërku një nan gjithënse për me qetësu Musën a.s. Do me thonë, prej gjendjes që u hodh në lum, edhe prej gjendjes që nana e tij friksohej shumë mos po çon, tash vet Faraoni u mundonte që ta qetësonte Musën a.s. Kur Allah është me ju, kush mund t'jetë kundër jush? Po nëse Allah nuk është me ju, kush mund t'jetë me ju?